takimi fort ishte, eh? Takim Armand Duk nga një krah dhe Zamir Mane krahun tjetër. Ideja e afrimit të Zamir Manes tek Tirana. Do katën është jap shpërditje. Jam shumë i lumtur, pasi çdo herë ka qenë kënaqësi ti mbaj këtu ngjyra. Mo nuk kisha lujt për Shqipërinë para Kosovës gjithmonë. Nuk do m'leshin non, motor i thash pa msha. Por i thash kënaqësi që do ndjehe unë të shija aty dhe unë ke bankina. Nuk shkoj gjysmore, del ke faqa, prezantohet, e në piti. Ke kritikuar skemën e Final Fourit. Që i bëjnë gjitha në futbollin shqiptar që sa event ranjen duan ta heqin. Mua nuk më ka pëlqyer Silvinho, sidomos në mënyrën se si e ka menaxhuar mbrapa europianit ekipin kombëtar. Jo me portën bosh. O, zot sa e kom shatë. Unë dhe baba i. O, pas ka ardhë. Se unë po bëj pregatitje për palestër, por kombëtare shqiptare mini futbollit po bën pregatitje për Europianin dhe ka një miqësore me Kosovën për herë të parë. Ta shohim çfarë po ndodh aty. Po shikoni këtu dy portierë, e dini shumë mirë, portierin që shikoni dalloni nga Fanella dhe një portier tjetër që është pensionuar që 20 vjet sa ashtu erdhi rrethanat. Ti nuk pusove gol apo jo? Jo, normalisht. Rival. Kush portieri tjetër? Është sulmuar. Pse nuk është kush portieri? Pas ka ik portieri. Jam me lojtarin më të veçantë që ka parë burimin. 2-3 veta aty të paragjykuan, thanë i pas ka ca kile tepër për të luajtur, po ti e vërtetove që luaje mirë dhe me kile tepër, apo jo? Amo kjo pasuni. Pasuni është. Shiko, ti e tregove fushën nuk ka rëndësi. Pak të soka nuk ka rëndësi. Hera parë që Kosova ka një ekip mini futbolli, apo jo? Po. Çfarë emocioni është periudhë luani dhe ndeshja e parë me Shqipërinë, miqësore? Shumë emocion pozitiv, sigurisht kur luam me Shqipërinë. Krejt e di më sa ndeshje interesante. Ne na jena në shpitone. Patjetër. Do thonë nuk na bjen neve që luajnë në Shqipëri, po jena në shpitone. Shqipëria është e madhe dhe Shqipëria është e jote. Sa po dole nga loja, shkoj akoma që del lavull nga koka, kështu që i bie që i lodh. Por kjo intervista nuk ka emocione për këtë besoj. Shiko, vjen në Shqipëri luhet një turne mini futbolli për herë të parë në vendin tonë. Ju keni luajtur, keni dalë mirë dhe në botror dhe europian. Tani ka një përgjegjësi më tepër kur vjen dhe luhet në Tiranë ndoshta. Sigurisht. Është presioni se jemi në shtëpi, është presioni i tifozëve, por besoj që do ja dalim. Unë nuk e dija që Kosova ka marrë Vedat Buriqin, po duket si Vedati në moment, po, okej, ngjake pak me Vedatin. Numri 9 po, flokët bishti ke, çfarë thëm tjetër? Çfarë emocioni është për ty të luash te kombëtare mini futbollit te Kosova? Emocion i madh. Kemi një europian që luhet në Tiranë këtë vit. Një emocion për ju që luani për herë të parë në Europian dhe për herë të parë Europiani mbahet në Shqipëri për më tepër. Po. Vetëm po. Mjafton kjo përgjigje, merrni vesh vet. Kemi një europian i cili vjen në Shqipëri për herë të parë. Tani Shqipëria ka dalë goxha mirë tek europianët e tjerë, por ka një përgjegjësi më tepër kur vjen në shtëpinë e vet, apo jo? Patjetër. Ndeshjet në fushën tonë janë gjithmonë më të vështira, sepse ne kërkojmë të marrim gjithmonë maksimumin dhe çdo ndeshje lozim për ta fituar. Siç luajmë ndeshjet e tjera, po ku ka një interes tjetër edhe nga ana jon japim më shumë. Ndoshta kjo shpresoj mos na kthehet në formë presionit të lojtarëve. Shiko, kapiteni është gjithkohon duke drejtuar ekipin. Është një trajner më vetë kapiteni, ju e dini. Kapiten, burimi numri 10 më tha, është lojtari më i mirë, tha, 3 herë kampion, pra po të bënte një CV, po të përshkruaj goxha mirë. Je lojtari më i mirë i ekipit e pranon? Ka dhe më të. Me diplomaci pak. Bëhet një turne mini futbolli që mbahet në Shqipëri europiani. Kosova vjen luan për herë të parë te turneu mini futbollit. Dy emocione bashkë besoj, po jo. Si ndjeni? Është shumë kënaqësi për shkak se mbahet kampionatin këtu në Tiranë, në Shqipëri. Edhe është për herë të parë që Kosova merr pjesë, domethënë këtë garë edhe dy emocione bashkë. Çfarë emocioni është që ti rikthehesh te fusha e blerë, të luash me fanellën e Shqipërisë, por këtë herë tek mini futbolli? Jam shumë i lumtur, pasi çdo herë ka qenë kënaqësi ti mbaj këtu ngjyra. Dhe jam shumë i kënaqur. Po. Tani ti mini futbollin e njeh se në Gjermani më duket luan mini futboll, apo jo? Po, jam të lu që afër 2 vite te Icon Liga. Dhe më pëlqen futbolli i vogël, kështu që flokët si Luka Modric, vetëm numrin ta ka marr Burimi më duket. Numrin e ka marr Burimi sot, po nashta për lojën tjetër e bojnë një 3 me marrë. Okej, e ndroni. Hera parë që po luajmë sot në Soka, me mini futboll, kështu që ju falenderojmë Soka Albaniës që na kanë ftuar, domethënë për këtë ndeshje miqësore. Do të kemi lojtar ndoshta të njohur nga futbolli që ka luajtur me kombëtare napoletar, që ka luajtur në Super League, që do të afrohen tek ekipi, e parashikoni të ketë? Po,
domethënë kemi pas disa bisedime me disa lojtarë shumë, domethënë që kanë luajtur edhe në kampionatet më të forta, domethënë të Evropës. Kështu që jemi në bisedime, edhe së shpejti domethënë do t'i bëjmë edhe ato, do t'i afrojmë edhe ata lojtarët me famë që kanë qenë edhe ende luajnë në futboll aktiv. Nuk mund të lëm pa përmendur që kemi hyrë muajin mars dhe kombëtarja e madhe, kombëtarja po pretendon të shojmë botëror. Shpresoj që të arritin të kualifikohen. Besoj deri tani janë të bënë një punë shumë të mirë dhe kam besimin që do të kualifikohen. A ka peng Valdet Rama që nuk luajti dot një Europian me kombëtare? Po të thënë drejtë, normal ka qenë ëndër, pasi në lojtë kualifikimi kam qenë pjesë e ekipit, po fatkeqësisht nuk kam qenë në Europian. Po prapë kam qenë fans dhe kam shiju, domethënë, dhe shpresoj tani që do të luajnë maj në mini futboll. Kemi tek një Europian tjetër pra. Kështu që gëzohem shumë. Sot jemi rreth 2 muaj, 20 ditë ndoshta diçka e tillë deri në Europian. Ajo që ne kemi kërkuar është gjithsecili prej çunave duke pas parasysh që ne jemi futboll amator, i kemi kërkuar që të fillojnë të krijojnë një kondicion tjetër fizik nga ai që kanë aktualisht. Edhe kampionatet shqiptare janë futur në fazën, po themi, drejt finaleve, pra janë drejt përfundimit gjithë kampionatet, si kampionati 99, si kampionati 5-5, pra jemi drejt fazës përfundimtare. Ajo që kërkojmë ne me ngulm, sidomos pjesës ekipit kombëtar, pra lojtarëve që janë pjesë e ekipit kombëtar, është të bëjnë kujdes me dëmtimet, sepse është një fazë që duke shkuar drejt finales, mund të shkojnë drejt dëmtimeve. Bëhet loja pak më ashpër tani. Bëhet më ashpër patjetër, edhe duhet të kenë kujdes që në Europian të jenë në formën më optimale. Besoj e ke ndjekur Shqipëria ka ecuri goxha të mirë te soka dhe ka pretendime të larta tek Europian. Kosova ku i ka pretendimet me ekipin e ri që do të bëjë? Por ne është shumë më rëndësi pjesëmarrja. Po mirë, po kur marrim pjesë në kampionatet evropiane dhe rezultatet i kërkojmë. Kështu që për neve do të jetë gjysmëfinale, pse jo finalja me Shqipërinë. Finale me Shqipërinë. Pa ty kush fitoi? Do të ishte tortja që është mbi tortë. Apo kush do të fitojë aty është një lloj. Kosova, Shqipëria, njëjtën. Siç kemi bërë më përpara, ne i marrim shkallë. Kalojmë grupin, pastaj vazhdojmë tek ndeshje, shkojmë deri ku duhet për më shku. Falenderoj dhe takohemi 20 maj tani apo ka koha përgatitje tjera? Kemi tjera prapë, do shkojmë Kosovë, presim Gjermaninë, presim Italinë, kemi paska, do takohemi prapë. Hajde, shëndet. Një finale Shqipëri-Kosovë e kishe menduar? Se ka menduar, po tash po e mendoj. Si duket në funditë gjithë për fituar lozin. Nëse Shqipëria do i duan lojtar për shembull, shkon finale e duan lojtar, do ishe i gatshëm të kalohet te Shqipëria për finale? Mo nuk kisha luajt për Shqipërinë para Kosovës gjithmonë. Synimet tona kanë qenë gjithmonë të arta dhe këtë radhë ashtu do jenë. Megjithatë, nuk duhet të marrim me shumë entuziazëm, do të jemi me këmbë tokë, marrim ndeshjet një nga një, kalojmë fazën e grupeve dhe pastaj ndeshje pas ndeshje gjithmonë fokusi te fitore, dhe pse jo të arrijmë deri në fund. Shpresojmë edhe ne si Shqipëria të shkojmë deri aty. Po mujtëm edhe më shumë. Me orët e reja që kemi marrë, jene shumë të fortë. Dhe besoj që ne do të hyjmë për me marrë vendin e parë. Kundër nonës, nuk mund të më thonë që Selina kundër nonës, po është një emocion i papërshkruar. Në shtëpinë tuaj, luani në shtëpinë tuaj gjithmonë. Po, sidomos Allah himni kur u knu. Mezi e presim të vijë 20 maj. Valdet Rama tha Europianin penge kam, po ama do kap Europianin me mini futboll tani. Inshallah i lum goja Valdetit. Tani më thot ajo fusha që isha unë aty me kombëtaren. Ishte një nga eventet më të përfolura të kësaj jave, paktën ajo që ndodhi aty, një takim i fortë ishte, Takim Armand Duka nga një krah dhe Zamirman e krahun tjetër. Do të më mbush mendjen që të merrem pak më shumë me financimin e futbollit, edhe pse mendon që unë nuk marr vesh shumë nga futbolli. Jo, në fakt ti nuk merr vesh nga futbolli, po unë nuk du me të mbush mendjen për financim. Se me hut sa lek është gjëja e lehtë, ose me marr sa lek do më zdosh me në legën. Po ti je më i mirë në Shqipëri për menaxhim. Çfarë bashkëpunimi mund të jetë ky për futbollin? Ka pa teori që thonë ndoshta afrohet tek Tirana, ca tjerë thonë po ky është nga Korça vjen te Skënderbeu, ca tjerë thonë ndoshta bën diçka për kombëtaren. Shiko, tani të gjejmë fundin kësaj është pothuajse e pamundur. Të paktën nga ata që kemi pyetur burime brenda Tiranës, pra burimet zyrtare brenda Tiranës, të pyetur në idenë që a mundet Refik Halili ta lëshojë Tiranën dhe të jetë Zamir Mane, investitori i ri i Tiranës, kanë thënë me 0% mundësi që Refik Halili ta lëshojë Tiranën, pra ta blej Por Zamir ka një Mane. pikë tjetër. Tirana 36% ka bashkia, ndoshta nuk blen Mund të pjesën e Refikut, blen pjesën tjetër, bëhen ortak të dy. Ta provoj mirë presidentin Refik Halili? Marrim Refikun në telefon do ishte provoj një mënyra më e mirë për ta ditur. Sa do na thot?
President, përshëndetje. Manto Prokopi nga Andale Sport, vetëm një pyetje për kuriozitet. Shumë viral ky, po themi, ideja e afrimit të Zamir Manes tek Tirana. Ju keni plan ta lëshoni Tiranën apo keni investuar gjithë kursimet e familjes tuaj dhe do të vazhdoni ta mbani? Vetëm për këtë, për të shkuar të kuriozitetin. Jem vështirë shumë. Do katmen është jap shpërnditje. Pra mund ta lini edhe një derë të hapur ndoshta, pse jo? Aftati mu të vitë të bëj një intervjisë live. Shiko, ftesën do na vish në podcast kur të duash ti. Ja, marrë të nesja dhe vi. Me patjetër, me kënaqësi, president. Faleminderit, mirupafshim, suksese. Interesante ishte përgjigja. Premtimin zyrtar e morëm, do të na vi? Tani, Refika Lini a thot do vi studio, Po. Një mundësi të hapur mund ta lësa për shitur Tiranën. Shiko, një përgjigje që ka vend për interpretim, por ajo që kuptova unë pak më shumë nga video, po ta vesh re Zamir Mane, që është një nga njerëzit më të fuqishëm biznesit në Shqipëri, thotë që unë nuk futem për dalë me humbje. Një problem ka futbolli në Shqipëri, që të gjithë e dinë, që është ligji i sponsorizimit që nuk është akoma. Dhe pa u bërë kjo, nuk mendoj që futen ata që janë të këtij rangu, pra fuqitë e mëdha nuk futen futboll, se nuk futet për të humbur. Vetëm të mira do i sjellë futbollit ton, por sa do bëhet. Duka po tenton fusi Zamir Mane këtë valle, kjo nuk ka diskutim fare. Diçka po luat tani. Që Zamir kërkon garanci që të binte të hyj këtij biznesi, është tjetër gjë pastaj. A është për Tiranën? A është për Korçën nga Zamiri Vesë? Edhe Korça vjen vitin tjetër në superior edhe mund të jetë edhe kjo. Dhe mund parë pjesë në Europë. Edhe Korça ka një përqindje bashkie që dhe ajo mund të blehet. Se nuk po them që taka do lëshoj, por mund të bëhet ortak. Por a mund të jetë diçka tjetër e tipit një kompleks apo mund të jetë diçka përkombëtare, se edhe kjo mund të jetë mundësi. Pra të gjitha këto janë variante që fusë futbolli shqiptar, jo te kombëtarët. Te kombëtarja mjaftueshëm. Një premtim na dha Refika Lili që tha do vi në studio për të folur. Javën tjetër? Javën tjetër i tha. Për ne është okay. Për ne është shumë okay. Ndiqeni në Andale Sport javën tjetër se pas ka gjëra të forta këtu. Këtë javë kemi një përballje Dinamo Partizani. Kush më mirë se për një Dinamo Partizani mund të na flasi si një ishi të dyve, Dritan Mehmeti. Përshëndetje. Mirë se na erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi ime. Trajner ka qenë me të dy ekipet, por ne do të fillojmë pak më herët me karrierën e futbollit. Më bëri përshtypje se ka luajtur shumë pak futboll, pra 5-6 vite. Çfarë ndodhi që nuk e vazhdove futbollin e luajtur si lojtar? Arsyeja kryesore që unë jam larguar si futbollist ka qenë dëmtimi im në ligamentet kruciat, ku jam operuar 2 herë, dhe kjo ka qenë arsye në moshën 23 vjeçare. Me Besën e Kavajës kemi qenë në lushnjë në gjysmëfinalen e kupës kundrejt Tiranës dhe diçka që stadiumet natkor kanë pas atë bordurën që ndante pistën me fushën dhe marr një top gjatë nga Daiu edhe Dabulla ka qenë i treti i mbrojtjes Tiranës. Ka qenë edhe Rudi Valli, kishte një ekip shumë simpatik. Kisha Mukun në krah dhe Ramadan Sheu ishte në atë kohë trajneri dhe gjithmonë më thonte mos shko përpara, do rish të mash vetëm Devin. Po ishte një situatë pash hapësirën dhe unisa. Ai ishte fati im. Dabulla shumë i fortë fizikisht, dhe ishim paralel ai, po ndishim hapësirën. Ma foti bryl të mirë. Si Dabulla pra. Po ma hapi mirë dhe mua më ersuan sytë edhe më ka rënë gjuri në bordurën, ishte një cep bordure ku Ansori vraponte, edhe kemi qenë Ansori vrapoi çik më tepër dhe unë rash aty. Siç më thonë, kam edhe shenjë tani. Ishte momenti i dëmtimit. Ky ka qenë. Sa ti u dëmtove me bordurë, jo me lojtar. Po, kështu ka qenë shumë vërtet. Edhe në momentet e para dyshuan për krisjet patelës, pra kupa e gjurit, edhe pata peripetësi, uri futa dhe i herë, bëra një operacion menisku, pastaj përfundimisht shkova në Gjermani dhe bëra atje. Shko Dabullën, se dite i flet, ki ban mëria. Sa ka thënë Dabulla, keni komentu? E kam diskutuar ku kemi qenë në një studio televiziv për emisione sportive, edhe më thot nuk e mbaj mend, më shumë mirë i them unë pa. Ti se pa më shaj. Aprila ka dhënë Dabulla, nuk është që mban më të gjitha. Për këtë ka drejtë. Po pastaj si erdhi kalimi nga le futbollin si futbollist, si të shkrep në mendje të hyje trajner likut. Sapo kisha fituar drejtën për master në Universitetin e Sporteve dhe në ato momente takoj Artan Mërgjyshin, edhe më thot që kemi nevojë ke klubi Dinamos, jetë shumë i ri, mund edhe të fillosh me moshat. Dhe aty, për të qenë sinqert, ka qenë edhe Ilir Daja i cili më ka dhënë mundësinë dhe unë e falenderoj gjej rastin ta falenderoj dhe shpeshherë kam falenderuar për mundësinë që më dha, sepse ishte drejtori akademisë në atë kohë.
dhe shumë shpejt nga moshat ai më dha besimin dhe mora U17 profesionistët Dinamos dhe aty ka qenë ajo hapi i parë që kanë filluar si trajner me moshat. Ke qenë gjithmonë një trajner i përulur, por ti ke bërë punë të mira, për shembull ke marrë Partizani vendin e 8 dhe çove vendin e 2. Ke marrë Dinamon vendet e fundit e çove në Kaçe. Ke marrë Korabi, ke bërë mirë. Pra je një trajner që nuk flet shumë, por punon goxha mirë. Futbolli i sotëm nuk është vetëm pjesa tekniko-taktike apo pjesa fizike, por shumë i rëndësishëm është faktori mental, menaxhimi në mënyra të ndryshme sepse kemi karaktere dhe prandaj është kaq i bukur futbolli sepse duhet mesh me karaktere të vështira dhe unë mendoj që në përgjithësi futbollistët janë të vështirë. Po pak psikologën pra të ekipit të shkon. Patjetër, unë mendoj që është shumë e rëndësishme dhe lexoj libra, normalisht libra që për psikologji sportive sepse patjetër. Si driti talent jashtëzakonshëm. Si drit guri. Si drit guri. Thash ti bëj pak teori çik më tepër. E kupton? Edhe unë e pash tash në tabelë filloi të bërë shenja me frashin edhe qeshte, pse futbollist. Patjetër. Kishim një dritar edhe duke gjithë stadiumi që tifozat plot. I shef këta i thash, çka kënaqësie do kisha, i thash të lej ty sot në stol, dhe unë e di shumë mirë se ç'a do mbonin mua ata 4-5 veta i thash. Nuk do mleshin non, motor i thash pa msha. Por i thash kënaqësi që do ndjehe unë të shihja aty dhe unë ke bankina për atë që mbone. Edhe gjithmonë futej në xemje i fundit, edhe rrinte 5 minuta. Unë i bërtisja asistentit tim, i thosha, po ai, ja se po vesh getat. Ai e bënte, dhe dashuronin shumë atje, që gjithë ata rrinin 5 minuta, ku gurin, pse se ka fut gurin, pse se ka fut gurin. Dhe sa dilte ky në zemje, ore, ngreheshin shumë, sigur kishte realizuar gol. Dhe për mua ka qenë një vit shumë i bukur, sidomos sepse kënaqësinë më të madhe ta jep tifozeria dhe ata kanë qenë më të vërtet. Përmendë një rast konkret shumë të bukur, po për shembull kur erdhe tek Partizani që është edhe ekip më i madh. E morën vendin e 8 dhe çove vendin e 2. Cilin ngërsh bllokove te ky ekip? Një nga pluset e mia ishte sepse unë isha e pjesë dhe kisha kohë që punoja tek Partizani pothuajse 4 vite. Një ambienti. Një mirë ambientin duke ju referuar dhe arritjes objektivit që dolëm kampion, unë kam qenë asistenti i Skënder Gegës, ishte e një ekipin dhe më ka mbështetur shumë presidenti bashkë me drejtorin atko Olci Rama dhe fati im ishte të paktën që e mora në janar dhe kisha mundësi edhe për pak merkat të ndërhyje. Sepse në momentin që mora Dinamon e kisha shumë vështirë sepse gja ishte markatur. Grupi që kisha po. Dhe kisha 2 javë gjysmë kohë për të punuar. Edhe kisha 5 element që në mbrojtësa, ishte Ilir Bitri. Edhe ishim mbledhje, po ja 2 orë ca 3 orë, me drejtorin, jo me presidentin. Edhe në një moment konfidence me drejtorin, më thot, ti thot, më falo tanë, thot, tashi, dolet, unë kam 5 qëndërmbrojtësa burë, thot, e lujtë menshti, thot, tashi, më kërkosh qëndërmbrojtësa, se i thash, e du Bitrin me ngullë. Bitri, pa. Po jo, tha, ja, lujsi daja, tha, me 3, oj, tani, thash, unë nuk kam të lujt me 3, unë kam filozofin, i thash, me lujt me 4, me 2 qëndërmbrojtësa, kur të më duhet në jeri, thash, do të apëj nga sforcimi, nuk e shikoj do të me, filozofia im është. Mas e ore shof se dalë ke skuka, tash, shof aty, largohet skuka nga Dinamo, ke këto portalet online. I shkroj drejtorit, i thash, këshu. Po kërkoshim dhe sulmus. Dole ke sulmusi, tha, s'kemi mbyll akoma këtë, tha. Pra nga qenë mbrojtje vajti repart avancuar direkt. Po, direkt. Mirë më tha mua, okay, me që ti e do, i thash, është alternative mirë, unë kam besim ka ideali, e kam parë shumë në kategorinë e parë, më pëlqen, edhe do tjetë edhe për të ardhmen, por nuk jap garanci, do më thënë, i thash, sepse se njoh si karakter, por cilësit, i thash, i ka. Mirë, okay, tha, ta marrë direkt, më tha mu, por tha, nuk të marrë tjetër. Mas ja 2 orësh, merë presidenti. O, tani tha, po, e do Bitrin, tha, ti e ke kërku Bitrin? Po, e do, më tha mu. Me të thonë drejtën, i thash, ore, më thuj, tha, mos ezito fare. Një fjalë, është i madh fare. Edhe, e do, më qaj kokë mu, tha. E du, i thash, mirë në rregull, mirë, tha, se flasë. Nuk shkoj gjysmë ore, del ke faqa,
prezantohet. E në viti. Po e marrë vesh akoma ti doli direkt. Jo, e bëri bisedën. Okej, pra okej. E bëri bisedën, Mako, e do tha, po i thash e do, mos e diskuto, më tha. Ne kishim bërë 3 orë mbledhje, me drejtorat, me kupton. Vetëm e du e marr direkt. Por po sot si ke marrëdhëniet me tot Partizani? Shumë mirë, kam shumë mirë. Nuk keni atë mbetje që ty të ka marrë gjithmonë kur ka qenë klubi në krizë dhe kur sikur të rregulluar të jenë larguar e kështu. Ja, okay. Jam shumë okay. Shumë okay. Patjetër që gjatë punës mund të ketë edhe por koha edhe unë nuk jam i pagabushëm. Patjetër. Më kupton, por Partizani është brand, është maja e futbollit shqiptar, edhe presioni jashtëzakonshëm bën atë që janë të padurueshëm në momente decisive dhe pjesa e trajnerit është edhe pak me fat. Dhe më kujtohet penaltia e Rapajt që të gjitha penaltit i ka bërë. Me ato Gjorgjanën, Saburtalo. Do me thënë, të gjuash nën penalti, edhe të humbësh fundit, kur na majti gjatë gjithë kohës Aldo Teqa, edhe ndoshta kjo ka qenë edhe, por ky është futbolli, do edhe i qik atë momentet. Megjithatë, ai ka qenë një nga sezonet më të bukura të mijat, dhe sidomos ta mash në vendet e treta dhe ta çosh në vend dytë. Kanë qenë disa fitore dhe ka qenë një nostalgji për mua, sidomos vlerë merr edhe klubi vet, por mbështetjen që më dha, por edhe elementet që kishim. Profe, ti përmendë raportin me Partizani, po me Dinamën, e këtë një raport se është edhe kjo çështja e gjyqit të kasë, po jo? Po, patjetër. Për qenë sinqert, unë nuk jam natyrë, sepse do bie kontraditor pastaj me atë që thatë ju më parë, Flori, që unë jam i përullur. Po të tregoj pjesën e Dinamos, unë për Dinamon kam dhënë shumë. E kam trajnuar edhe në vitet kur ka qenë erët fare. Kam trajnuar pa drejt pagë. Bëja për dashurinë e atij klubi, mos degradohej, mos shkonte në kategorinë e dytë. Kam sakrifikuar për atë klub. Në momentin që e mora Rishtas Dinamon, kur ka ikë në Vildete në kategorinë e parë, ishte 4 pikë nga Flamurtari dhe kishin dhe 9 javë. Vija nga Partizani dhe rrezikova në këtë aspekt, sepse në qoftë se sarrija objektivin, Superligën, gjitha do të binin... Të gjitha binin mbi ty? Patjetër. Arritëm në Superligë, falenderoj presidentin që më dha besimin për ta bërë skuadrën, e nisëm, grumbulloj skuadrën në Pogradec, dhe unë marr vesh që në bëjmë ndeshje me Skënderbeun, misore, shikoj trajnera lart në tribunë. E dia që trajneri Di Biagio flinte ke hoteli i presidentit. Isha shumë biseda, më vinin gazetarët, i thoja, jo, unë kam i kontrat me klubin, respektoja dhe klubin. Tani kjo po bëj pa dinin tënde, apo jo? Pa dinin time. Nuk ishte bërë një bisedë baraprake. Unë kisha kontrat, po nuk ishte bërë. Ishte më ndeshme, tani unë e bëra dhe fasen atje, nejta dhe 10 ditë. Merë dhe më komunikuan, duam të mbajmë në klub, po ne kemi projekt tjetër, kemi marrë trajner tjetër. Jo, faleminderit, i thash. Dhe nuk pranova që t'jem. Në momentet pastaj që Dinamo shkoj, ashtu si shkoj, më ofruan përsëri, do vish këtu, do jesh pjesë, më ofruan këtu akademit, fillova një javë me objektivin që ti e pjesë e jona dhe ti e njeh skuadrën, nëse nuk do t'i eci Di Biagios, do marrë skuadrën. E marrë skuadrën, shkojmë deri aty ku shkojmë, me vështirësitë e kampionatit shqiptar, me diçka më mirë lëvizje në janar, mund edhe të kishim kap për 1 pikë, 2 pikë, mund të kishim kap edhe Final Fourin. Por, për mendimin tim, është situatë që e mora skuadrën, në vend fundit me 7 pikë, 4 pikë nga Erzeni, ku ishte zhvilluar një fazë, mendoj se bëm një ekip, një kampionat shumë të mirë. E di pse po të majmë, më thot mua presidente, edhe e falenderoj për këtë. Në qeshor, mbasi mbaruam, po të majë thot se e bën lojë të bukur dhe më pëlqen. Dhe më thot vetëm për lojën e mirë, po unë duhet dalë kampion. Dakor, ti thash. Dalim kampion, por duhet marrësh kampion. Që dalish kampion, duhet marrësh kampion. Duhet bërë grupi për kampion, po. Bëm ato lëvizjet tona, edhe shkojmë në Itali.
ashtu siç organizohen skuadrat shqiptare, më shumë letër lojtarët, kështu merr në telefon presidenti, ishim aty, ai do bregun. Po si se do bregun, i thash. Patjetër, çfarë do bregun? Kurse do bregun. Mora pastaj informacione që gjatë kohës që isha në Itali në fazë peritore, dinin këto portale, do vi Lirdaja e kështu. Nuk u ndjeva mirë, faktikisht sepse nuk ka asgjë të keqe. Por është më e ndershme, tani kam menduar që do bëj këtë. Për një diskutim edhe mbaroj, nuk ka si do se do jesh deri në këtë. Për ato dy ndeshje, po kur fliten portalet, gjitha, atmosfera e çunave pastaj filloi. Në edhe shkosh ti bësh po jo, i bën dëm ekipit tënd. Sepse ti gjatë gjithë kohës flasin gazetat, e gjithë e din që do vi trajneri tjetër, ti nuk mund të futesh në lojë dhe unë nuk kam më çfarë jap. Luaj me Egnate, po të luaj në Ballsh, unë bregu minut 90 penalti, hajm gol në minut 92 dhe këto ishin pastaj gjëra që ti bën dëm vetes. Momentin më pezullojnë dhe më thonë, je i pezulluar, do shkosh ke u ishte njëshi. Tash se pranoj, sepse më e mira është i thash. Ka ardhë drejtorin atë kohë Luan Pinari, me një pezullim. Ato në shkrimet, jo, më thotë, ishte edhe Ermal Barush, i rëndësishëm. Nuk rëndësishëm jam, i thash, për familjen time, por tani i thash nuk e pranoj këto. Jo, tha, duhet të pranoj, aty tha na shërben më shumë. Me që kjo është vendimi i presidentit, edhe doa i thash një takim me presidentin edhe ta zgjidhim këtu nuk është problem, e zgjidh vetëm me presidentin. Tentoj që të jo tha, kjo është vendimi i prerë, edhe i presidentit. Okej, faleminderit, por nuk është e mirë kështu. Pastaj më detyruan se kërkova që të bënim një marrëveshje për vetë faktin se ishte hera e dytë që bëhej kjo. Po, e njëjta gjë për herë dytë. Do ishte më ndershme. Dhe me Dinamo si e zgjidhë profe në kas? Pastaj, mbasi nuk pranuan që të kishim marrëveshje gentlemenash, më detyruan që ta çoja në Federatë Shqiptare, sepse kështu janë rregullat. Mbas të rregullave, unë fitova 1% të pagës time në të drejtë në Federatën Shqiptare të Futbollit, por ishte edhe një pjesë tjetër që duhet të paguesha, që nuk mu dha e drejta. Pra se gjeten 100% drejtësinë të federata? Jo, pa ashtu shikoj edhe varet nga gjykatësit. Qartë. Edhe ashtu e shikoj gjykatësit e federatës, por përderisa ata më dhanë të drejtë pjesërisht, do të thotë që dhe jo mos ta kem 100%. Mos u kem maksimumin. Edhe gjatë gjithë kohës ata thonin, do bënin ai marrëveshje. Tash marrëveshjen duhet ta ma vënë atë në tavolinë që ta hajde të bimë. Jo, ishin kështu. Okej, dhe për vetë faktin se ata u sollën ashtu më detyruan të shkoj më lart. Dhe kjo ka qenë arsyeja, domethënë. Megjithatë prapë unë kam marrëdhënie të mira, besoj, dhe me sidomos me presidentin, po këto pjesa tjetër që janë poshtë, këta janë më të rëndësishmit që i bëjnë gjitha në futbollin shqiptar, që sa e vjen trajnerin duan ta heqin. Kur fiton ndeshjen i marrin këta meritat, kur humbe ka fajin trajneri. Tani ai është një sport kolektiv dhe që të arrish suksese duhet të jesh në unison. Duhet të pranojmë njëri tjetrin me gabime me të mira, me që të ecim përpara. Si rasti e Bilalia që do të merita për Partizanin aktual. Jo, se dje kishte bërë një. Po pra, ne po them ishte si e petja e pesi. Tani, ajo është çështje individuale. Unë asnjëherë s'kam bërë si të them unë tani që doli kampion Partizani, po e nxorra unë, nuk e nxorra unë Partizanin, mbasi ikëm. Është e vërtet. Qartë. Ishte përgjigje që ti dha gjitha. Profe ke kritikuar skemën e Final Fourit. Vazhdon të jesh më gjeti mendim për Final Four. A mund të thotë diçka të lutem ndërkohë? Se unë nuk e dija këtë zbulova dje. Në rast se aktualisht Vllaznia është me 51 pikë. Me rast për gjysmimi i bie 25.5, që merret shifra më e vogël e mundshme. Pra Vllaznia se quhen 25 pikë në Final Four. Unë se disha këtë dhe kur e mora vesh dim duket budallik. Që ja humbi gjysmë pikë po. Ikën ky një pikë që po çfarë mori Vllaznia një pikë. Që fund fare i bën diferencë. Po pra, po çfarë mori unë tani? Linja për ty. Mund të jetë barazim se nuk e dija. Mund të jetë barazim me Dinamon ai që është i vështirë për shembull. Duke u referuar uljeve të pikëve, jap të drejtë organizatorëve që besoj se e kanë rregulluar goxha
për këtë lloj formule. Dhe besoj se është me të vërtetë është pak më konkurrente se sa ajo më përpara. Dhe ka bërë goxha edhe më të atraktive Superligën. Po ta shikosh janë 6 skuadra që luftojnë për vendin e 4. Por edhe 4 që nuk pranon me njëri të lirë pikë me për fjalë. Po, patjetër. Dhe unë mendoj që është pozitive, sepse ke edhe atë ndeshjet direkte dhe janë me pikë dhe aty. Sepse të duhet dhe një sforco në fund, pavarësisht se të vjen keq, që ti gjatë gjithë kohës je në vend parë. Edhe mund ta humbësh në fund. Mund ta humbësh sepse mund dal se barazimi avantazh për atë që është lart. Po, nuk është normal. Po pra profesi do ta rregullojnë skemën të federatës, a nuk është prap dështim në momentin që nuk vjen Tirana sepse në fillim ndryshimi Final Fourit u bë me ideologjinë që duam që në Final Four të ketë tifoza plot e Albania, që të kenë dhe klubet të financiare. Ky është justifikimi kryesor apo jo? Po patjetër. Argumenti, justifikimi, ndjes. Nuk e menaxhon dot organizatori këtë pjesë se Tirana është aty ku është. Pra kot që e bën Final Fourin. Tani unë jam pak skeptik e Final Four, nuk e konceptoj dot se jam profesionist, nuk mundet që të jem Final Four edhe të miki gjithë mundi 36 javë për 2 ndeshje. Për 2 ndeshje. Po cili do ishte për ty skema ideale e kampionatit? 12 ekipe, 14? Jo, për mua do të jetë 10 ose 12, por më e mira është 12 sepse po ti referohemi jap drejt federatës ke 10 apo deri te 12. Kemi parë më përpara me atë skemën e famshme 16 apo 14 nuk kanë buxhetin skuadra te e 12-a në vazhdim që jenë mbarvajtjen e kampionatit, sepse prishin garën. Sepse në qoftë se s'ke anën ekonomike nuk mund t'jesh edhe kompetitiv. Dhe mendoj, deri ke 12-qa dhe ta bësh me 3 faza, apo 4 faza, dhe fazën e 4, 6 e para të luajnë për një kampionat në vete, dhe 6 e dytë për 3 nga kategoria, do jetë më sepse them t'i shtojmë dhe 2, për vetë faktin që Pogradeci, Besa Kavajës, Skënderbeu, Laçi janë skuadra që kanë anë ekonomike, por kanë dhe ekipe shumë mira. Kur erdhi Silvinjo në fillim, ka thënë që nuk dua ta paragjykoj, pra ke bërë parapritë, nuk dua ta paragjykoj, por do doj një trajner me më shumë eksperiencë të kombëtarja. Ai ka rënë pishman fjalëve që ka thënë atë kohë me ato që ka treguar Silvinjo apo vazhdon mendon po një lloj? Unë vazhdoj të jem që duhet të kesh një bagazh dhe një eksperiencë të jashtëzakonshme. Nuk ma luan topi këtë dhe vazhdoj ti për të bërë unë avokatin e atij. Ka trajnuar Brazilin me një nga trajnerët të ndonjë futbollit. Ka qenë me Mancini dhe Quinteri. Ka patur ekipin e Lyonit. Pra një eksperiencë ka, nuk është se vjen nga rruga. Jam dakord, dhe unë do t'jap vlera për këtë eksperiencë që ai ka marrë, ne na çojnë Europian. Patjetër. Por si na çoj? I thua mënyra. Loja. Prit. Tani loja, bravo i qoftë se prapë edhe Mourinho fitues është. Nuk intereson një trajner sot duhet me çu pikët në shtëpi. Por duhet mua nuk më ka pëlqyer Silvinjo, sidomos në mënyrën se si e ka menaxhuar mbrapa Europianit ekipin kombëtar. Për vetë faktin, ishte merit që na çoi, edhe për merit lojtarëve, edhe për vetë fatin ton që në atë grup Çekia, Polonia ishten 2 ekipet dua të them në historinë e tyre më dobta që kanë kaluar një periudhë terrët ato. Me Poloninë nuk e ul vlerën e teknikut. Për qenë se mua nuk më ka pëlqyer mënyrën se si ka menaxhuar mbas Europianit në National League. Aty dështuan fare në Ram Ligën C. Shikoj, një fenomen që ka ndodhur dhe pas Europianit 2016. Pra nuk është era parë që ndodhte kombëtare. Dhe unë prandaj dua të kundërshtoj se aty do merrte vlera një trajner të dinte të menaxhonte dhe siç fitoi Yasir Hasanin, siç fitoi Mitajn apo elemente të tjerë. Normalisht duhet sillte edhe element më të ri sepse ishte vetë National Liga që ai duhet bënte atë rritjen progresive të skuadrës. Dhe unë mendoj që aty ai çedoi, ndoshta duhet ajo eksperienca e merit e tij është që ai nga ndryshe nga trajnerët e tjerë ka ardhur dhe punon këtu. Që jeton këtu gjithë vitin. Punon, patjetër. Por do merr 1 milion euro profesor. Patjetër. Po dhe të tjerët i kanë marrë, kanë kanë ikë shtëpi. Ne do punonim edhe për 10% që na tet edhe do shkonim. Jo, është vërtet ajo, por ama do ta kundërshtoj pak Florin në këtë aspekt që kemi kombëtaren me element
nga më të mirat. Po, grupi ndoshta më i mirë që kemi pa. Më i mirë dhe jo vetëm një 11-që, se kemi pas edhe element shumë të mirë. Mos të harrojmë kombëtarin e Afisit, mos të harrojmë kombëtarin e Debjazit. Po Debjazi ishte i limituar, kurse ne po lem jashtë Muçin, po lem jashtë Mehmetin. Tani, kjo është ajo që ndoshta edhe ti më jep drejt që një menaxhim më i mirë. Dhe kjo është ajo që ai ka cilësi, po shpesh herë është i lëkundur në zgjedhjet e tij. Shkojmë në European 2024, kthehemi në formën më të keqe. Pra pas një arritje duke thënë ka një rënje. Kjo është ajo që them unë, eksperienca që duhet të ketë një trajner i ekipit kombëtar që të menaxhojë këtë problem, se një trajner nuk ka çfarë bën për 5 ditë që do grumbulloj skuadrën. Por në aspektin si punon, në aspektin psikologjik dhe ti vësh në punë ata lojtarë dhe ti bësh maksimumin. Për shembull, ka surprizuar Silvinho me zgjedhjen e Manajt. Aty i kam dhënë vlera, për çfarë arsye? U mbet penalltin me Serbin dhe prapë futën me Serbin. Që nuk e prit njëri të ishte titullar Serbi. Diferencë. I rrit vlerat, por ka edhe problemet e tjera që normalisht nuk mund të lesh Muçin jashtë. Nuk mund të lesh Anis Mehmetin. Megjithatë, ai ka filozofinë e vet dhe patjetër që i jep të drejtë. Sa herë që trajneri ka ecurit mirë rezultate, se ne nga herë edhe harrojmë që jemi kombëtare e vogël. Ne duam dhe të fitojmë, por edhe me lojë mirë. Po mirë, shpreha tjetër është që Reksi vjen duke ngrënë. Kemi 2 europiane, tani kërkojmë botrorin. Patjetër, po dhe jemi shumë afër. Me pak fjalë kapi botrorin? Nëse kalojmë Polonin, kemi shanse të shkojmë. Po shumë nga çunat e kombëtarës na ndjekin edhe nga ekrani, një këshill që do i jepje nëse dikush po na dëgjon tani. Patjetër, i përshëndes dhe normalisht këshilla ime që po jap në këtë moment duhet vlej kur tjetë ai momenti që ata të futen fush, mos të mendojnë fare për rezultatin, po të japin shpirtin për skuadrën dhe mos bëjnë më të mirë kundërshtarin se veten, se mendoj që janë më të mirë se kundërshtarët. Bukur fort. Mbani mend këtë dhe ne do kalojmë tani te një rubrikë e cila ka pyetje nga ato pikante. Ju e dini, quhet Vari Varin dhe ka pyetjet më të mira. Me që ka filluar gjithmonë unë këtë herë, po ta pasoj ty. Ma pasoj topin ta bëj gol. Ta fillosh ti i pari. Profesor, trajneri më i vështirë që je përballur në Shqipëri. Me thënë drejtën kam vuajtur tek Partizani me Brdarić, mendoj. Pse? Ishim ndeshje për gjysmëfinalen e kupës, por dhe në kampionat. Më ndryshoi 2 herë sistemin. Jo se ndoshta ai e bëri për të më përshtatur mua, por do të kishte 2-3 module loje, po. Jo, kishte ato alternativat e veta dhe në kupë më luajti me 4, në kampionat më luajti me 3, edhe ma bëri pak më të vështirë. Ndoshta e mendoj edhe pse e doja më shumë dilja në finale, dhe ndoshta kjo ka qenë ajo që e mendoja më të vështirë. Ndoshta bërë dhe ti vetë pak më të vështirë, pra. Po, e bëra ndoshta dhe unë. Cili ka qenë lojtari më i mirë që ke pasur të ekipet që ke trajnuar? Kualitet dhe çka kam paru dhe ai se kuptonte se çka ka, do jep 2 emra. Një e di, Giuliano Skuka është Giulio Skuka dhe Sidrit Kuri. Por që të dy një lloj natyre janë. Po, por që të dy nuk e din se çfarë vlerash kishin. Me pak punë, ata mund bëheshin shumë më shumë se që janë sot. Pra, pyetja radhës është në fakt lojtari që të ka zhgënjur më shumë. Ka qenë një lojtar dhe do ta them kur dolëm në Europë me Partizani, ka qenë Shvetanovski dhe vinte si një talent ai kur erdhi ke Partizani, ne nuk na thanë që menaxheri që ka pas një dëmtim, po ne e morëm si përforcim. Profet, cili ka qenë lojtari kundërshtar që të ka prishur plane gjatë loje? Një lojtar që të prishte punë me ekipin që të kapte dhimbje kokës kur shifte të Bogati. Dihet ai që edhe si natyrë, po edhe është Aleksi. Po e kisha në mendje atë emër që kur e filloi fjalin. Sepse është lojtari që jo vetëm prish punë në ato modulet, jo vetëm që unë merja masa ta ashtu, por unë merja masa për një X lojtar t'i shkonte në markim në fazën defensive, po ai ma qiste nga binarët. Se vazhdoni flet gjatë loje çfarë tonë. E nxirrte jashtë. Një lojtar që se ke trajnuar ose se ke pasur në skuadrën toja, po doja ta kishe shumë. Mua më ka pas pëlqyer shumë Lushka dhe Ujka. Po
Mes fushorët e dy, pra pëlqej pak fantazin, me sa kuptova. Jo, pëlqej këto mesfushorët i brit që janë lojtarë që ditë bëjnë edhe 6-in, dhe 8-in, dhe 10-in që bëjnë gola. Dhe këto janë lojtarë që bëjnë 3 pozicione brenda një roli dhe Ujka dhe ky kanë qenë. Cili është gabimi më i madh që ka bërë si trajner? Një gabim kam bërë që nuk e fal prap, ka qenë ndreca, neshe me sa Bortalon në ndeshjen e kthimit. Po e morëm atëherë në Uazim vetëm për Europën. Po, por ai na erdhi, po kjo është ajo që problemet e futbollit shqiptar që duam të shkojmë dhe në Europë, dalim kampion, shesim lojtar, dalim dhe në grupet e Europës, kur trajneri shkon me 12 lojtarë në fazë përjetore. Në atë kohë ishte Atanaskovski, po nuk po e mbante ashtu siç duhet dhe i thash që të fuste ndresën dhe t'i bëja anë të fort markimit, ishim 0-0 dhe doja që mos të merrte shumë përsipër ky, dhe ishte i vetmi pikë referimi dhe ky ishte iniciatori dhe një mesfushor që i bënin diferencën aty. Por ju fut jashtë i pas sinkronizuar 2-3 herë i shkojnë me Kovones, bëri 2-3 faula, dhe unë detyrova e ndrova përsëri. Pra, i kam rënë qafë vetë lojtarit me gabimin tim që nuk duhet ta kisha futur. Ndeshja më e vështirë? Më të vështira dhe më të bukura me Korabin e Peshkopis, kundrejt Krujës, 12.000 shikues. Ka qenë një garë jashtëzakonshme në atë kohë, po t'i referohemi asaj ndeshje. Plas emocionale, se të vështirë kam pas derbin me Tirana, me Partizanin. Po, që është një presion më i madh. Është derbi. Derbi i parë ka qenë shumë emocional, kemi barazuar 0-0. Ha një gol në gjuhën popullore, po e themi junior. E han, domethënë porta ajo me portën bosh. O zot sa e kom shah atëherë. Unë dhe baba im. O sa e kena shah atëherë profesor. Ta maj mes sa e kena shah. Ai ti e ke shah kurse më ka dalë në ndër një javë. Po Floro ti se ke densa na ka i. Imagjino se ka dhënë ata që kur ta gjejnë portën bosh ta bëjnë me finte si Cara në derbi që në atë pozicion ka qenë, por ishte porta bosh dhe i ra topin tokë, se si do të ishte më e vështirë Flori me nxjerr jashtë se sa më do betohem, nuk e di ai rast ka qenë. Cila ka qenë fjala e parë që ka thënë mbrapa? Nuk jam fol fare. Ishte i rënduar shumë edhe nga opinioni. Vendimi që do ndryshoje në karrierën tënde. Gabimi më të madh që kam bërë është kur më ka kërkuar me shumë gul presidenti ish presidenti i Partizanit Albert Xhani. Po t'isha ke Partizani, mendoj e lidhe dhe me dëmtimin pastaj. Nuk do kishte ndodhur dëmtimi. Mendoj unë, megjithatë, por edhe çështja e zemrës. Efekt thonë ata tuaj që po shkojë këtu nuk do të ishte kjo. Në atë aspekt. To kanë qenë ato pishmanet e mia, por ngaherë mërzitem ngaherë se them në 2-3 momente kam rrezikuar shumë karrierën time, si me Dinamon, po dhe me Partizanin, se në qofë se mora Partizanin ato kushte, në qofë se doj kisha ecur keq 3-4 javë, nuk do të gjoj më, po nuk do të gjoj më dritan me Medi Super League. Do të filloj edhe herë nga e para. Ka marrë Dinamon po të njëjtën gjë. E kupton, edhe po këtu është i çik e pa një parashikim për ndeshjen e kësaj fundjavë? Me që unë i kam trajnuar të dyja, besoj se do dalë barazë. Diplomat. Profe, ishte kënaqësi të kishim këtu për gjithë rrëfimet. Ju falenderoj nga zemra.